taku me disa njerëz se më boni përshtypja në biseda private? Më ndodhi në Durrës vetëm para 2 javësh, shkova në Durrës, aty unë kaloj çdo weekend. Takova 2.000 shqiptarë të Kosovës, se i takoj vazhdimisht kur shkoj në Durrës, po i takova në pavarësisht në 2 pika të ndryshme. Të dy ishim votues të Albin Kurtit gjithmonë, edhe unë bëja gjithmonë debat të ëmbël me ta se i kam miq. Dhe hera parë ku njëri më tha, ka fillu tha me dyshu tha. Dhe kam përshtypjen se s'kam ja dhënë votën. Ndërsa tjetri më tha gjë dhe më të rëndë, kam fillu me dyshu tha se ky nuk është i joni dhe ti ke pas drejtë. Për Albinin tha kështu. Të dy kishin një situatë të ngjashme, flisnin për një ekonomi të ngrirë. Flisnin për një bllokim të lirisë ekonomike në kuptimin e hapësirës tyre për të ndier mirë me paranë, me qarkullimin e parës. Dhe unë ndjej që në Kosovë po ndiqet agjende e ndryshme teknikisht nga Tirana, pasi ju keni këshilltar tjetër. Ne këshilltari jonë quhet Ricardo House, është një çufo nga Venezuela. Ai ka bërë Shqipërinë këtë që është. Këtu ka një agjendë tjetër, këtu ka një model tjetër realizimi të projektit tyre. Këtu ka filluar një shpopullim si në 2014 që nuk duket, po është shumë i fuqishëm. Dhe ka një bllokim ekonomik Kosova. Ka një është nga paditoria apo? Jo, nuk është. Këta kanë këshilltar, Dhe këta si Rama, si Albin Kurti kanë këshilltar, nuk i kanë shqiptar. Dhe këta këshilltar dinë mirë se çfarë u thon. Unë ndjej me dhimbje që aty tash do më shajnë shumë vet, po ndjej me dhimbje që ne shqiptarët jemi të mallkuar nga 8 nëntori 1941. Komunistët serb kanë drejtuar Shqipërinë, kanë drejtuar Kosovën dhe do të vazhdojnë ta drejtojnë Kosovën dhe Shqipërinë bashkë me çufot për kace që i themi ne, pikërisht drejt realizimit të projektit final. Si të na zhbëjnë ne? Kosova është e vetme që ka shpresë të shpëtoj fort, nëse do kishte një ndërgjegje që mund të lindte pikërisht nga mësimet e nxjerra nga 6 vjet e fundit. Në këto 6 vjet ju mund të jeni krenuar me ura që bllokohen, me flamuj që vendosen, por ju keni harruar që fuqia e një vendi është ekonomia. Dhe ekonomi me përballë Serbisë, që kjo është ekonomi komplet në duart e Serbisë, ekonomia e Kosovës. Ishte vetëm në një kohë që kishte një bllokim inteligjent që bëri Ramush Haradinaj duke vendosur taksën. Po të kishim pas një Albin që vendoste taksën, nuk do krijonte teorinë europiane të rreme, sikur në Kosovë ka një problem shqiptar, në Kosovë ka një problem serb, një problem shqiptar. Kështu ka qenë derisa erdhi Albini. Problemi në 2022 u ndryshua. Kemi filluar të kemi një problem shqiptar, nuk ka pas një problem shqiptar Kosova që nga 1990. Po problem ka qenë vetë Serbia. Ka qenë vetë Serbia. U shpik Kosova me media, me shoqata, me gjëra dhe mbi Albinin që ushqente këtë Vučić dhe mund ta them me plot gojen. Plot njerëz ka filluar të kuptojnë që si Vučić, si Albini mbajnë në pushtet njëri tjetrin. Të dy prodhojnë narrativën nacionaliste në thonjza, ku ndërkohë të dy luajnë duke mbajtur gjallë njëri tjetrin se kanë nevojë për një tjetrin. Kur ri njëri do rritet tjetri. Po të bi Vučić bi dhe Albini. Janë akuzat rona, ke frikë, mi thon këto akuza ndaj kryeministrit që i ka fituar 51% të votave. Unë nuk kam frikë me akuzu Shqipërinë që po bëhet Izraeli i ri, kem frikë unë një cop Albin. Po çfarë thua burri dhe? Unë s'kam frikë Izraelit. Do të për guximin. Po, intervistën e kemi postë një intervistë jashtëzakonshme tek studio juve atë te Pisk në Shqipëri me nëse s'ka bëj, e ki diçka po të Altin, e ki diçka Dritan Gonxhaj? Jo, është një karma e Goxhajve, jam unë, Dritan Gonxhaj dhe Baki Goxhaj. Po e komponi votë. Ai djali që bëri atë veprimin e vet që u bashkua me flotën e Gazës. Ne s'kemi asnjë lidhje fisnore me asnjëri me njëri tjetrin, po ne jemi bërë shumë si karma, ke parasysh kundër sionizmit në Shqipëri. Po dhe pushtimit të Shqipërisë. Po ky Dritan Gonxhaj ka thonë do deklarota ko gjë të guzimshme që u spajtuana për shembull. A mendoni që presidenti Rugova ka qenë dezertor? Unë besoj që Rugova ka një kontribut të jashtëzakonshëm në historinë e Kosovës, por është plotësisht e vërtetë që në kohën e krizës madhe ai ishte një lloj dezertori. Në një kuptim është e rombe kjo Altin se është president historik. Dgjoj, për mua kontributi i Rugovës është jashtëzakonshëm. Po do të kujtoj Ismail Qemalin për të shpjeguar Rugovën. Edhe Ismail Qemali ka drejtëhijet e veta. Ismail Qemali është njeriu më i rëndësishëm i shekullit 20 në Shqipëri, sepse ai flamur që vuri në atë çast, në atë moment i dha botës shenjë që ne këtu jemi shqiptar. Po dhe ai ka drejtëhijet e veta, dhe ai ka historitë e veta të këqija. Për shembull, me Greqinë, dhe ai ka historitë e veta të këqija. Po azbe historia njollat e errta të Ismail Qemalit, madhështia e Ismail Qemalit, jo, e njëjta gjë për Rugovën. E vërtet, por madhështia e Rugovës është jashtëzakonshme. Po i ka përmend edhe njerëz, për shembull, kemi pas tani na shumë reagime që domethënë ka qenë një komandant që e ka vrarë shtarin, besoj ke po këtu. Unë nuk i njoh personazhet, unë nuk kam njohuri. Po e ke po intervistën. Po, nuk kam njohuri, po unë një gjë kam mësuar në Shqipëri dhe këtë mund të bëhem garant me fytyrën time, me jetën time, me moralin dhe me nderin tim. Dritan Gonxhaj nuk është nga ata njerëz që gënjen, është nga njerëz më ndershëm që kam njohur në jetë.
Dhe mos nuk djali E marr Delaverit mirë problem, po. Është nga njerëz më të ndershëm që kam njohur. Çka do të ndodhë me dialogun Kosovë-Serbi sipas juve? Dialogun Kosovë-Serbi, po. A do të vazhdoja? Çka do të Që ndodhë? në vitin 2025 që erdhi administrata Trump ka ndryshuar historia e botës, pasi ka filluar një rend i ri të ndërtohet, i cili është shumë i rrezikshëm. Kosova i ka bërë një dëm të jashtëzakonshëm vetes në këto 6 vjet, më falë, këto 2 vjet kur bota është në tsunam, varka jon ka nevojë që të drejtohet mirë. Ai ka krijuar një krizë permanente, absurde në Kosovë, dhe mbi të gjitha ka vrarë personazhe, në kuptimin politik të fjalës, ka vrarë personazhe që ishin shumë të shëndetshëm për, si thosh, një lloj koordinimi të kësaj varke, Vjosa Osmanin. Unë s'e kam dashur Vjosa Osmanin. E kam akuzuar gjithmonë Vjosa Osmanin. Por Vjosa Osmani duhet ishte presidentja e Kosovës, s'duhet kishte krizë Kosova, sepse ishte i vetmi person i preferuar nga administrata. Dhe arsyeja pse Albin Kurti ka 22 vjet që bën të njëjtën gjë me Amerikën dhe rastin e Vjosës e bëri që Kosova të mos ketë një busull orientuese. Vjosa ishte një busull komunikimi ndërkombëtar në një tsunam botëror ku ka rëndësi shumë si lëviz varkën, se mund të mbytesh. Dhe në rastin konkret, mund ta them me plot gojën, Kosova është në një hall të madh sepse ky tsunami i madh e ka lënë anijen e Kosovës patimonier. Jemi në rrëmuj totale. Albini nuk është një përfaqësues i cili mund ta mbajë një timon në kohë krize një vjeçare, që e ka krijuar ai, e mban ai këtë krizë, sepse kjo i duhet Serbisë,